Të mos lejojë coptimi i Shqipërisë nga shtetet fqinje dhe të realizojë vendimet e konferencës së Londrës vitit 1915. Rrëzoi qeverinë e Durrësit dhe krijoi qeverinë e re me kryeministër Sulejman Delvinën, ministër i Brendshëm Ahmet Zogun, ministër i Arsimit Sotir Peci, ministër i Financave Ndoc Çoba, ministër i Drejtësisë Hoxha Kadriu dhe përmendet si zëvendës ministri i Financave Hysén Vroni, i cili ka qenë nga një familje e madhe patriotike. Formoi Këshillin e Lartë, ose regjenca siç quhej atëherë, të përbërë nga 4 antarë: Akif Pasha Elbasani, Mihal Turtulli, Abdi Toptani, Luigi Bumçi, të cilët përfaqësonin 3 besimet fetare për të patur një besim dhe një shtrirje sa më të gjerë në popull. Ky këshill do të luante rolin e kryetarit të shtetit derisa të vendosej forma e qeverisjes më vonë, mbretëri apo republikë. Formoi tjetër senatin të përbërë nga 37 antarë, të cilët u propozuan dhe u zgjodhen nga delegatët e vetë zonave ku ata përfaqësueshin antarët e këtij kongresi. Dhe e rëndësishme tjetër ishte dhe formimi i kanunores ose kushtetutës së një vendi, i cili do të përmende ligjin themelor të shtetit shqiptar. A ishte drejt konsolidimi i qeverisë shqiptare pas kongresit të Lushnjës? Po, këtu duhet përmendur patjetër që më 6 shkurt qeveria dal nga kongresi i Lushnjës, u nis drejt qytetit të Durrësit për të vendosur në vendin ku ishte qeveria më pashme e Turhan Pashpërmedit. Por, për arsye të ndryshme ku forcat italiane nuk e përkrahen këtë qeveri dhe vetë pjesë nga qeveria e atëhershme nuk ishin dakord, detyrua që të devijojë dhe të vendoset në Tiranë me 11 shkurt 1920. Vendosja e qeverisë në Tiranë u përkra nga shumë patriot Tiranës, të cilët janë shumë të gatshëm që kjo qeveri të vendosej në Tiranë, ku selia e kësaj qeverie sot ndodhet në afërsi të rrugës së Elbasanit. Konsolidimi i shtetit shqiptar tregohet qartë edhe në organizimin e mbledhjes së parë që bën Senati ose Këshilli Kombëtar në 27 mars të vitit 1920, ku në orën 9 paradite ai mblidhet për herë të parë dhe diskuton për problemet që shtrohen para këtij shteti shqiptar. Këtu duhet përmendur që një mbledhje e tillë e Senatit nuk ishte mbledhur as në korat dhe qeveritë e mëparshme të atë të Vlorës 1912 apo të Durrësit në vitin 1913, dhe tregon qartë se ky shtet ishte futur tani në rrugën e krijimit të institucioneve dhe funksionimin e tyre. Sa ndikoi ky kongres për fatet e Shqipërisë? Fatet e Shqipërisë u vunë në dorë të qeverisë dal nga kongresi i Lushnjës dhe nga ky kongres, të cilin duket qartë tash që jehona këtij duhet të bëhesh në rrafshin ndërkombëtar, nëpërmjet notave, nëpërmjet protestave, ku duhet të bëhesh e ditur se kongresi dhe vendimet e tij do të mbroheshin deri në fund. Dhe këtu del qartë një letër e drejtuar Senatit italian dhe kryetarit të Dhomës së Deputetëve të Italisë më 30 janar 1920 me firmën e Akif Pash Elbasanit, ku tregohet qartë se shqiptarët kërkojnë dhe janë të vendosur për të mbrojtur kufitë e Shqipërisë sipas vendimeve të 1913-s dhe jo rrallë, dhe në të gjithë protestat pothuajse këtu përmendet edhe qëndresa që populli shqiptar që ka bërë historikisht që nga epoka e Skënderbeut dhe deri në 1920. Në këtë shtëpi muze të Kongresit të Lushnjës ka dokumenta shkresore dhe objekte që flasin për kushtet dhe rrethanat që u mblodh ky kongres, të cilat shërbejnë si dëshmi
për ditët që u zhvillua kongresi. Të tillë janë dy flamujt origjinal, ku në ta është shkruar mbledhja kombëtare 21 i pari 1920. Pena origjinale, e cila është përdorur nga delegatët e këtij kongresi, ku janë firmosur gjithë vendimet e marra në këtë kuvent. Fula origjinale dhe kjo, ku si sigël ka mbledhja kombëtare Lushnje 21 i pari 1920. Mbetjet e flamurëve që shërbenin si kartona për votim gjatë marrjes së vendimeve të kongresit, si dhe ora e falur nga familja e Besimnurit. Në muze gjenden vlera historike që lidhen me kongresin dhe kohën kur ai u mbajt. Janë shkrime të ndryshme të mbajtura në formën e ditarit nga pjesëmarrës të ndryshëm në kongres, të cilat shërbejnë për të identifikuar dhe provuar edhe një herë rëndësinë e jashtëzakonshme të kongresit dhe rrethanat në të cilën ai mori vendime tepër të rëndësishme për fatet e atë dheut. Pse u mbajt ky kongres në Lushnje? Ky kongres u mbajt në Lushnje duke patur parasysh pozitën gjeografike të qytetit të Lushnjës dhe reliefin e tij. E para, pozita gjeografike ndodhej në qendër të Shqipërisë, ku delegatët mund të vinin shumë lehtë edhe në një terren i përshtatshëm për të zhvilluar ky kongres. Gjithashtu, reliefi ishte pak a shumë kodrinor, ku në çdo eventualitet delegatët mund të mbroheshin duke u tërhequr në drejtim të kodrave të vajinit. Tjetër arsye pse ky kongres u mbajt në Lushnje ishte se gatishmëria e patriotët lushnjar qenë në një lartësi e cila e përkrahën unanimisht dhe e ndoqën deri në fund zhvillimet e këtij kongresi. Por duhet përmendur këtu që ideja nuk u hodh nga lushnjarët, por u realizua dhe u ideua nga patriotët më në zë të Shqipërisë, si Aqif Pasha Elbasani, Ahmet Zogu e të tjerë, dhe ideja se ku do zhvillohej ky kongres gjeti përkrahet te ky komision i ngritur në Lushnje, një komision nismëtar organizator i përbërë nga Nebi Sefa, Taullah Sinani, Ferit Vokopola, Ibrahim Shekarbunara e të tjerë, të cilët organizuan, përgatitën dhe mbrojtën deri në fund zhvillimet dhe punimet e këtij kongresi. Çfarë rëndësie pati mbajtja e këtij kongresi ndërkombëtar? Kongresi i Lushnjës pati një ehon mbarkombëtare dhe ndërkombëtare. Po të shikojmë nga ana kombëtare, shteti shqiptar u vu në funksion të realizimit dhe të mbrojtjes së vendimeve të këtij kongresi, duke realizuar ato konkretisht. Dhe shumë shpejt u përmendet lufta e Vlorës në qershor të vitit 1920, e cila realizoi vendimet e saj për të mbrojtur me çdo kusht mos lejimin dhe coptimin e trojave shqiptare. Gjithashtu, një ehon shumë të madhe e këtij kongresi duket që ky kongres i veçantë, vendimet e tij janë, kjo qeveri e dal nga kongresi i Lushnjës, filloi një përhapje gjeografike pothuajse në të gjithë trevat e Shqipërisë, të cilën nuk e kishte realizuar më parë as qeveria e Vlorës 1912-s dhe as qeveria e Durrësit e 1918-s. Kongresi i Lushnjës, një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e kombit. Kongresi i janarit të vitit 1920 kreu një nga aktet më të rëndësishme të lëvizjes shqiptare, duke i dhënë të drejtën Shqipërisë të radhitet përkrah shteteve dhe kombeve me të drejta ligjetime. Akti i kongresit e largoi nga gremina, shpërbërjen dhe coptimin e saj nga shtetet e huaja. Ishte kongresi i Lushnjës, ai që bëri këtë vend për herë të parë me kushtetut dhe parlament. Duke hyrë kështu në rrugën e formimit të shtetit të parë në historinë e kombit tonë,
Vendimet e këtij kongresi nuk pranuan asnjë lloj varësie apo protektoriati dhe kanë kundërshtuar me forcë çdo rrvajtje për t'i shkëputur qoftë edhe një pëllëm tokë.